Çfarë bëri Edi Rama, miq? Edi Rama I mori një nga një këta dhe u tha, këto para që keni vjedh, unë I dua vota. Ju vërtet u bët pasanik, por tani unë dua vota. Se cili prej tyre në mënyrë absolute ka dosje në prokurori për vjedhje dhe korrupsion. Dhe këta tani bëjnë gjithë shka të rëmbejnë votat tuaja. Por kjo është vetëm një aspekt. E keni ndigjuar ju që e kam akuzuar shumë Edi Ramën se ka diskriminuar veriun. E ka diskriminuar. Ja u them se u kot s'mund ta akuzoja kur. Ajo është një njeri që trashëgon një urrëtie për veriun, sepse e ka patur baballarët e tij, e kanë patur atë urrëtie dhe me radhë. Por, çfarë mund t'u them për këtë? Ai dhe jugun, parati ka çu atje, po I ka vjedhur. Nuk ka investuar për qytetarët para. Jo, absolutisht. Unë isha në Gramsh. As 1 kilometër rrugë, edhe ju them një gjë që Gramshi është jashtëzakonisht I paurbanizuar, të themi të vërtetën. As 1 kilometër. As një janë. As një investim, vetëm propagandë. Ishte në Dibër dhe foli tha, nuk them më që s'do bëj rrugën e Arbrit, por shikoni rruga e Arbrit, 2 gjëra do t'u them ju dhe të gjithë banorëve të këtij qarku. Në mënyrë absolute, rruga e Arbrit për Edi Ramën nuk bëhej kur. Ta dini këtë. Se nuk thot dot 1 kilometër rrugë të re që ka hapur në gjithë zonën e veriut. 1 kilometër. Po jo më të hap të rrugën e Arbrit. E dyta, ju garantoj, sepse thash, ne ndërtuam 32 kilometra, mbete 27, ato s'mund ta linte pa e ndërtuar. Dhe ne lam gati, parat dhe kontratën. E prishi kontratën, bëri ç'bëri, po më në fund u përfundua. Tani një gjë tjetër duhet të them ju dhe të gjithë banorëve të këtij qarku, që ajo rrugë e cila në kontratë është për të vendosur taksa, nuk do vendoset taks kur në atë rrugë. Dhe ju do qarkulloni. Dhe ju do të qarkulloni pa asnjë taks, sikundër ju, sikundër gjithë se I ka vu 2 taksa, për të ardhur tjetri nga Tropoja duhet paguaj një taks në Kalimash dhe një taks të Limuthit, të kura e Limuthit. 2 taks, apo sen pak, se është 7 euro së bashku. Dhe po tjetë kamion, është 20 euro, është 50 euro, është qamet. Po. Këto do hiqen në mënyrë përfundimtare. Së dyti, ju e keni afër këtu, Burreli do ketë rrugën e Zibrit, unë nuk e harroj, e kam premtuar rrugën e Zibrit dhe rrugën e Zibrit dhe tha bëj. Dhe do e lidh Matin me Tiranën edhe nëpërmjet Zibrit. Po.